Qëndisja është një nga punimet më të vjetra artizanale, që dikur realizoi vetëm me dorë. Sot fal teknologjisë, ky zanat po merr një formë moderne. Esmeralda Tava është shembull i kësaj ndërthurjeje mes traditës dhe qëndisjes digjitale. Në fillim ka filluar si kurreshtja, pastaj u shndrua kohë pas kohe në pasion. Sigurisht qëndisja në dorë ka një emocion të veçantë, por kur kërkesat rriten, lindi dhe natyrshëm kalime në qëndisjen digjitale. Esmeralda tregon ndryshimet mes qëndisjes tradicionale me atë digjitale. Qëndisja tradicionale sigurisht është art më vete, është emocion, është shumë e bukur, është më e prekshme dhe është unike. Qëndisja digjitale është komplet diçka tjetër, është industri më vete, ofron precizion, saktësi, prodhim në seri. Në punishtën e saj realizojnë lloje të ndryshme qëndisjesh, ku disa modele mbetet më të kërkuara nga klientët. Individë të ndryshëm kërkojnë personalizime për dhurata, për festa. Sot, në kohët moderne, qëndisja është fokusuar shumë tek kompanitë. Ata bëjnë logot e firmave të tyre dhe ne kemi bashkëpunime me firma të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Për Esmeraldën vlerësimi më i madh është kur firma apo individ zgjedhin pikërisht atë për t'i besuar sistemat dhe punimet e tyre. Kënaqësia është shumë e madhe kur shet që produkti yt final bëhet pjesë e përditshmërisë së një personi, e një stafi, e një firme, e një kompania. Me pasionin e saj të vazhdueshëm dhe teknologjinë moderne, Esmeralda po jep jetë një zanati të vjetër duke përshtatur me kohën dhe kërkesat e sotme.